E akuzonte për vdekjen e të birit 3 vite më parë, 54 vjeçari vret të riu në Greqi. Një ngjarje e rëndë është regjistruar këtë të martë në Kret, ku një 54 vjeçar ka vrarë me armëzjarr një 20 vjeçar dhe më pas është vetë dorëzuar në polici. Sipas mediave greke, ngjarja ndodhi në zonën e Gazi Heraklion. Raportohet se autori pajisonte të riun për humbjen e jetës së djalit të tij 3 vite më parë në një aksident automobilistik. Mediat helene bëjnë me dije se 20 vjeçari kishte qenë në drejtimin e automjetit ku ndodhej edhe djali 54 vjeçarit i cili humbi jetën në atë aksident. Që prej asaj kohe autori dyshohet se mbante përgjegjës të riun për tragjedin familjare, ndërsa ditën e sotme ka qelluar 4 herë me armëzjarri në mes të rrugës. Pas krimit, 54 vjeçari u paraqit në polici vet, ndërsa autoritetet greke po hetojnë rrethanat e plota të ngjarjes.